Mirëmëngjes të gjithë dhe mirëmëngjes, ju përshëndes dhe mirë se vini në Reze Dielli. Në ditën e sotme kemi vendosur të flasim për ChatGPT. Për çfarë po ju ndihmon më së shumti ChatGPT? A mund të marrin përbazë këshillat miksore, recetat apo diagnozat që përcakton kjo platformë, sepse janë shtuar në masë. Shumica e popullsisë pyet rreth të parë shokun e ngushtë, mikun e ngushtë si ndihen për dhimbje, për çdo gjendje psikologjike, sociale, shëndetësore. Këtë platformë, por deri ku është limiti? Specialistët dhe mjekët do të tregojnë në studio se në të vërtet për çfarë e përdorin ata vetë ChatGPT-n, sa i ndihmon dhe a mund t'i marrin përbazë të gjitha këshillat. Deri ku është limiti? Kjo është pyetja dhe thelbi i tematikës së sotme, por edhe të tjera diskutime që lidhen pikërisht me të ardhmen e inteligjencës artificiale, ChatGPT-s dhe shumë fenomeneve të tjera që priten të ndodhin. Inxhinieri dhe specialistët e mjekësisë do të na shpjegojnë dhe do të na referojnë këshilla se si ju të mos bëheni pre këshillave jo të duhura që dëmtojnë shëndetin tuaj. Përpara se të ndodhë kjo, kemi orën tonë të gatimit, kështu që menjëherë shkojmë të fillojmë me recetat. Ja ku jemi në kuzhinë, mirë se të gjithë. Mirëmëngjesi me produktet gati dhe me ty gati, si gjithmonë. Dhe kryet e detyrës. Bashkë me më të milionë e mundshme, patjetër. Çfarë do na gatuar sot? Si recetë e parë që kalon e tretë më pas, është le të bëj para përgatitjen unë disa petulla të ëmbla. Okej, shumë mirë. Tani po të doni i bëni të ëmbla, po të doni i bëni të kripura, sepse baza e petullës është e njëjtë. Edhe themi ku është kripa është sheqeri, por më pas shërbehet me miellon. Më jola që më ke bërë, më ka mërë mëndjen fare. Do t'i ngjyrim, besoj, me mirë. Hajde. Po baza është ola, ju e dini shumë mirë, çfarë të them unë, ja, fle me olën, ngrije me olën. Po duhet diku te 400 gram miell. I ka marrë të dyja kot se i kam të hapura. I ke but, domethënë. I ke but. Mirë. Ka maja. Majaja është duhet e thatë faktikisht. Unë kam bërë një përzierje, ato eksperimentet e mia, apo janë eksperimente profesionale, jo kështu kot. Kam maja të butë, maja të thatë. Sheqeri, kanella, ku sheqeri është kripa e tham, dhe le të fillim me brumin, fillim fare, për të ndihmuar, mua më duhet patjetër ujë i vakët, as i nxehtë dhe as i ftohtë. Pra, punoj, bëj një përzierje, jo e punoj, se s'kam çfarë të punoj më, dhe e dim shumë mirë për aktivizimin e majas, mua më duhet sheqeri. E di e kam mësuar për mend tash dhe më vjen të qesh kur them që vetë majaja është një kërputh që e do shumë atë mamamën sheqerin. Për të pasur diçka akoma edhe më të mirë, për shembull, që të jetë akoma dhe më e mirë, këtë maja duke i shtuar pakës miell, lërin në një kavanos dhe të jetë tharm. Dhe faktikisht quhet tharm quhet. Do ta shtoj për bukën, për gjithçka. E shtojmë sepse ajo aktivizohet dhe më pas, pra edhe gjatë kohës që përzim. Është akoma edhe më mirë dhe gjithmonë ruajmë tharmin nga buka në bukë vazhdimisht. Do të shtoj një mas ujë, pakës. Ç'është soda? Kjo është krip, më. Kripa? Okej. Kripi është krip. Edhe të si edhe sodë. Shtoj pakës fare sheqer, sepse masën tjetër e lë. Spërkatja mua më duhet të jetë me kanell, por do të shtoj edhe pakës kanell, sepse në doni ta dini ju, dikush nga djemt këtu tha, të ëmbla. Edhe unë po i bëj këtë marifetin që ta bëj akoma dhe më të ëmbël, kanellën i shtova. Nëse dëshironi, mund të shtoni 2 pika vaj, kaq. Për t'i mbajtur më të buta. Vajin tjetër, duhet vaj i bollshëm për të pasur skuqen. Unë këtu kam, Niki, sa kam unë këtu? 300. Shtoj këtë mas. Uzun të parat petullat që të qëndroj brumi për të marrë rezultatin që i takon, kështu që e punoj mirë. Mund të shtojmë edhe kanellën, pra, për shembull ja.
Dhe ne duhet të shohim tani me patjetër se çfarë trajte duhet të ketë brumi. Domethënë sa duhet ta punojmë dhe sa i butë apo i holl, i rrjedhshëm, i fortë duhet të jetë ai për këto petulla të ëmbla, për të cilat unë tani po ju lexoj recetën e shkruar sepse të gjitha produktet janë në tas. Çfarë përmbajnë? Sigurisht ujë të vakët, sheqer, marja e thatë, vaj për skuqje, miell, krip dhe përsëri vaj për brenda masës së brumit. Pra, vajin për skuqje dhe vajin për t'ia shtuar në brenda përbërësve të tjerë. Do ta punojmë tani masën me gjithë përbërësit që lexuam. Derisa të formohet, të bëhet një masë më homogjene, me plot, edhe aktivizohet më mirë majaja, megjithatë aktivizimi i saj bëhet në qetësi, kur brumi të qëndrojë. Fillojnë dhe krijojnë ato grobzat e vogla. Do edhe pak, dhe më mirë ta shtoj lug-lug. Do shta dhe me një lugë të mos e rëndohet teli dhe vjen një moment që nuk na hyn në punë. Sepse do që të punohet. Sa më mirë të punohet, aq më të buta, aq më mirë lëshohet. Më pas. Sepse duhet të lëshohet edhe mirë nga luga. Dhe më duhet dhe pakës vaj për të lyer lugën që mos ngjitet brumi. Do të vendosësh lug-lug në tigan për të skuqur, por që konsistenca, trajta, forma apo trashësia, si të doni ju, është kjo e brumit. Nëse ju ndiqni masën e duhur me përpikmëri, jeni në rregull. Unë e lë këtë masë siç është, dhe nëse mua do më duhet, pra shikoj që të vi brumi, sepse normalisht brumi ndryshon. Pra është e duhura, por do të shoh, sepse dhe nga nxehtësia janë ato, është efekti ndriçimit që krijon nxehtësinë dhe bëhet akoma dhe më holl. Që kështu unë e lë paksa më njan këtu dhe vazhdojmë me brokolin. I largoj. E nisim pak recetën e brokolit, si o ta gatuajmë sot perimen e brokolit që e kemi në shportat tona. I shohim pak një herë me çfarë kombinojmë sot brokolin. Në tavë, do jetë në tavë padyshim, po shiheni pak tryezën. Ka vezë, ka misër, ka djath, ka pak spec djegës, krip, piper i zi dhe çfarë është kjo, plur hudhre? Plur hudhre. Plur hudhre. Pra, një tavë me brokoli me djath. Ju duhet një brokoli madh, 3-4 vezë, misër gjysëm gote, spec i kuq, mozzarella, vaj ulliri, krip, piper, pak hudhër pluhur dhe spec djegës i thatë për të shtuar dhe përmirësuar shijen nëse ju e dëshironi. Tani fillojmë që ta ndërtojmë. Brokolin e kemi zier në pak minuta. Ta marrë specin, se pas kemi këtu. Specin e kuq, të prerë në gërshër. Bëjmë i gati që të përgatisim bazën, terrenin ku do të qëndroj masa e perimeve në një tavë të ta vendosur në furrë. E marrë lag. Bajnë më mirë dhe krijon ato avujt e duhur, nuk thahet ai shumë dhe letra. Do të shtoj masën e brokolit. Do ta vendosësh brokolin kështu me tufa-tufa. Tufa, tufa, zerdeli. Ti themi nga një fjalë që filloj reshti e bazës. Atëherë
Përpiquni që të mos e zieni shumë brokolin, që të ruaj këtë ngjyrën jeshile. Po të doni ju, mund të shtoni. Pra, shtuam brokolin të parin, tani me radhë përbërësit e tjerë. Ne dim se sa i fuqishëm është për shëndetin, kështu që përdoreni në forma të ndryshme. Herë në sup, herë të zier, kur e zieni pak halden do ishte akoma dhe më mirë. Është një nga perimet me notën 10. Nop. Ja, kam krijuar këtë bazën. Këto. Tani është radha për vezët. Një pirun. 4 vezë ovital. Ju thash dje që më thot vajza, Albana tha, këto vezët, tha, s'ka më vezë kuqe, tha, ka vetëm ato vezë e bardha. A bënd të ati ti vema për jo? Po, vital një thash, është si e kuqe, si e bardha një, thash është. Jo, ka shumë të drejtë, se janë të llojeve të ndryshme dhe paketime, si paketimeve familjare, paketime më të vogla. Masa dhe ngjyra ndryshojnë, kjo është. Masa M, masa L, pra më të vogla, më të mëdha, në varësi të gatimeve, por e rëndësishme është e përbashkëta është, atë ka ofron. Shija dhe cilësia. Cilësia, saj, patjetër, proteina, omega 3, kolina që folëm ne për shëndetin e trurit, që është shumë e rëndësishme, që ndodhet tek e verdha, dhe pastaj mënyrat e gatimit janë të ndryshme. Poshe, zier, omlet, gatim, por gjëja që ndoshta është më e përbashkëta me të gjitha anvisat që po na ndjekin ose shikuesit, është që ose nëse i bëjmë një pyetje, cili është produkti ose ushqimi që ju konsumoni pothuajse për ditë? Për ty kush është? Për ditë? Për ditë. Një gjë që ti e konsumon për ditë, që nuk ka ditë që se konsumon. E para gjysh veza është kryesore veza. Pastaj për të pasur një zë që të them tufa zërdeli, më duhet edhe një vezë në mëngjes, që të jem në rregull. Pastaj bën mirë. Po, bën mirë. E bardha apo e verdha, disa u bën mirë e bardha. Po, mund të konsumojmë në shumë. Po, vetëm pjesën e bardhë. Në shumicën e herëve. Dhe fëmijëve të vegjël diku ne jepnin vetëm të verdhën. Po. I lëm këto dhe filloj dhe... Të plot, më të plot, si që është një vezë e plot? Jo, në bebave diku ne jepim të verdhen. Po, dhe ja u provonin faktikisht a folëm për ndryshimin... Po, a folëm për ndryshimin e piramidës ushqimore? Ja, këto kanë ndodhur vazhdimisht në kohë. Ja, ka fare piramidë. Nuk duhet të ekzistoj fare piramida. Piramida është vetjake. Problemi është... E dina të përpunën e piramidave, piramidën e Keopsit edhe këto, që jo po jo njerëzit, jo po këshu. Pra nuk e di, këto piramida gjithmonë janë këshu, në pikpytje, nuk e di. Letër ato vezët unë që jam e sigur që kanë cilësi dhe shije. Ne përdorim dhe shpreja. Ka të vezë nga Ovital, të rahura, të bëra një mas këshu, mos ketë ato ndarjet e vogla, copzat, në pikësit. Një vezë e mirë, shpërbet e verdha pak me vështirësi. Derisa të shpërbët nga membrana, lidhësët që mbajnë. Dhe ja ku është e duhur, që të jetë e duhur normalisht, shtoj. Që kam unë këtu kri prapë? Duhet vësyzet, Albana, nuk kemi mirë. Thjesht, kemi disa mënyra për të talluar, nuhatja, shia. Shtoj. Pas ke kombinuar dhe me misër sot, brokoli. Kombinimi më i mirë. Këtu. Do të shtoj. Një mas me misër të zirë dhe po aq edhe spec të kuq. E kemi thënë që nuk mund të vendosim çfarë kemi në shtëpi, absolutisht jo. Unë shpeshherë them revolucioni frigoriferit, por duhet kombinimi ushqimeve patjetër. Se ashtu rregulloj, jo vetëm për pjesën e shijes, po edhe për pjesën e përthithjes së vlerave. Për shembull, ne kur marrim një mjekim, a nuk thotë shoqëroj me një vitaminë C? Po, patjetër. Do në mjekut nuk është se thotë që me një vitaminë C ti dhe je në rregull, pa duhet ajo. Kështu është tek ushqimi.
Ja, kur kam edhe specin e kuq. Edhe pak. Nuk harroj. Edhe ngjyrat i ke kombinuar, se ka të bëjë dhe ngjyra me ylberin e ushqimor. E grim edhe djathin. Shtojmë edhe Furrën e parangrohur. Mos harroni, sa ajo vërtet të prish punë. Mund të bësh një super gatim, kesh kombinimin, kesh shijen, por nëse fura nuk është e duhur, për disa ushqime duhet dhe ftohtë, por do të thonë kur flas ftohtë, do të thonë që e vendos direkt sa pa parangrohje. Ushqimet që kërkojnë zakonisht që të jenë në frigorifer dhe ne nuk i vendosim në frigorifer, i vendosim në furrë direkt sa aktivizojmë nxehtësinë. Dhe një sasi djathi të butë që mbulon komplet perimet bashkë me vezët. Piperi. Pakës spec të kuq. Pluhur hudhra. Edhe ja shtojmë sipër bashkë me të përzjesh me djathin apo më vete? Aty. Një shtres. Hop. A që edhe perimet të lidhen, të mpiksen me njëra tjetrën, shtojnë sërisht masën e djathit. Nuk më duhet fare që të kem një pjekje, thjesht sa të shkridjathi. Të mpikset veza, brokoli është i mirë. Për djath picash, është shumë i mirë, është djathi i butë. Del shumë në formën e një pice, le ta themi. Të gjithë masën. Faktikisht këto quhen kishe. Kishe me brokoli. Janë gatime, ne i bëjmë pa tjetër, po që zanafillën e kanë, janë gatime franceze, italiane. Okej, pra brokolin, shtuam misër, jemi. Shtuam spec të kuq, tek vezët 4 vezë të pazjera, të rahura mirë, shtuam kri piper plur hudhrash, dhe djathin e grirë, kaq, mjaftueshëm djath, pra bollshëm, që të mbulohet dhe të qëndrojnë të buta perimet. Do ta vendosim për të pjekur dhe ndërkohë së bashku do të shkëputemi. Dhe direkte në furrë, të parangrohur. Ka një moment tani nga mesazhet tona promocionale dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën tjetër. Jemi rikthyer në pjesën tjetër të gatimit për t'ju treguar një recetë shumë e këndshme dhe kjo e veçantë. Ju do qep të bardha, për ramistat që kanë përgatitur pistil, e kanë akoma dhe më të thjesht, për ato që nuk e kanë pistilin, mund ta blejnë një fetës pistil, që sa i mirë që është, që bëhet me ato kumbullat apo jo. Në periudhën e vjeshtës, moll, oriz, krip, piper të zi dhe piper të kuq. Për çfarë recete bëhet fjalë me këto përbërës? Atëre, një tavë. Gjelle, një tavë. Tavë, gjellë mund ta bëni, tavë mund ta bëni si të dëshironi ju. Në vend të mollit mund të keni ftua mishin, nëse ne do kishim tavë me pistil dhe me oriz, normalisht ne do na duhej mishi i dashit, mishqingji mishdashi. Normalisht ne e dim shumë mirë që kohën e ka qingji dashi, këto e kanë kohën, i kanë nga pranvera dhe prandaj tavat e dheut në Elbasan kanë lindur në këtë kohë. Sepse janë ato kullotat. Unë e kam me mishvici, dhe kam shtuar mollën ose ftojnë. Është koha e ftojnëve pa tjetër. Atëherë, mollën jeshile, qepët dhe letë me një elegancë që mua gjithmonë më përfaqëson, në kile kështu në mënyrë të dinjitoze, mora, qeshe. Qepa duhet jetë e imët fare. Po eleganca nuk është vetëm paraqitje mi. Ja, absolutisht ja. Në kile më pak për që në elegante. Ka shumë mënyra për që në elegante.
kush do ma bënte mua qefin çdo mëngjes. Nuk është puna vetëm kaq, po ka gjëra të veta, ka atë mënyrën e vet atë. Si ka filluar tani të bëhet zemra ja kështu, ë? Nuk kam më kështu, se kjo është e madhe, po paktën për next, kjo kështu. Që ka zbogluar. S'ka gjë, mjafton të jetë fort. Madh qepën. Që mos ma një talier tjetër, dhe derisa vërtet të ngrohet vaj, i kaloj të gjitha këtu me lezet dhe të duhet të jenë të imta, si që thamë, fillojmë ta nisim recetën pra hapi parë, qepo do t'i grim për të tavën tonë, që mos jenë shumë të dallueshme, edhe pse do të skuqen ka urtisën pak të zbuten. Vaj, i presim në 4 që ta ndihmojmë. Por ama, e gjithë shija e kësaj recete do të vi prej pistilit. Po. Edhe do t'ju tregojmë pak më vonë se çfarë të mirash ka pistili në gatimet tona, përveç se shijeve që na jep. Kaq direkt. Orizin e ke zirë? E kam zirë dhe orizin. Dhe shtoj... Që zona marri shumë kohë. Jo, shtoj qepën. Shtoj qepën dhe le të marr pak lëngun e brokolit. Tani qepa do pak minuta të bëhet gati, të zbutet, kështu që këtë recetë do ta vazhdojmë edhe pas publicitetit. Në minutazhin që ne do të shkëputemi, është fiks për të qëndruar dhe për të zbutur qepa siç duhet. Kështu që rikthehemi si thuat. Kthehemi pastaj? Si të duash ti. Do bëjmë punë tjetër paraprake, mollën për shembull ta presësh në feta. Dhe ju presim pas reklamave ta vazhduar recetën tonë të tavës me mish, pistil dhe oriz. Mirë se u rikthyet në pjesën e tretë dhe të fundit të gatimit, po jo më pak të rëndësishme, sepse është receta jone tavës me mish, me qep, shifreni pak, qepot janë karamelizuar, kanë marrë një ngjyrë të errët. Edhe pistilin. Nga pistili, po edhe nga pak ëmbëlsi që ka pistili, ajo karamelizohet. Dhe shtojmë orizin, masën e orizit, që unë e kam parazier, në ujë të ftohtë. Kam shtuar orizin në ujë të ftohtë. Dhe pakës piper, pakës krip, se do shtoj edhe lëngun që kam. Toj lë një herë që të shoh edhe shijen. Merë një valë kjo në tjetër, i kam sobë dhe pastaj vendosim në furrë. Duhen të gjitha pjesët e mishit, sidomos jo vetëm jo tull. Çfarë kam? Lëngu nuk e kulloj sepse të copat e mishit paksa e largoj. Mishi është i zier, ka dhe pak lëng aty, qepa, pistili, imagjinoni shihet tani, që jep atë aftësinë e mollëve. Po. Patjetër që duhet ta provoj, se po sprovova çupa. Për sasinë e kripës dhe shijen që ka marrë nga frurat e tjerë të shtuara. Në mos them që këtu e ndaloj dorën, sepse është pistili që nuk më duhet asë gjë. Shifeni pak edhe brumin e petullave të ëmbla, që ka marrë volum, është fryrë, ka kryuar këto fluskat dhe ka qenë mjaftueshëm koha. Diku te 35 minuta ka qëndruar, që ku kemi filluar ta përgatisim, dhe ja tek është rezultati.
jemi gati për t'i skuqur sa po të mbarojmë me tavën. Tani shife për masën që kemi, që është në cilën tavë ta vendosim. Direkt. Të ngrojmë pak vajin, të fillojmë të skuqim petullat e ëmbla, duhen mjaftueshëm vaj që ato të zhyten. Dhe marr masën që kam. Po të keni ftonjësh akoma edhe më mirë. Tek molla duhet molla jeshile, sepse ka atë aftësinë. Ndërkohë që Albana bën gati tavën tjetër me mish, me pistil dhe oris për ta vendosur në pjekje, unë tholla nga furra tavën me brokoli kishen që përgatitëm, me brokoli, misër, djathra, spec të kuq, për t'i lënë pak kohë edhe furrës të ventiloj, të largojnë aromat, të vendosim tavën. Pra, këtë shumë e mirë kështu, direkt, pra ka mishin, orizin, qepën, pistilin të cilin është tretur, dhe tani mollët jeshile, kri piper të zi, sigurisht për të rregulluar shihet dhe gati për në furrë ta pjekur. Para ngrohur, patjetër. Ndërkohë, për ta lënë të ftohet fillimisht të tavën me brokoli, më pas ajo ndahet shumë kollaj se ka vezët, ka djathin që e kam piksur, do ta lëmë kështu siç është apo ta vendosësh në një pjatë. Kërkon piksjen, prerja duhet gjysmore mbas atëre. Mbasi e kemi nxjerr nga furra. Për ta prerjuar, jo, po mbasi të dyja bashkë e vendosim këtu bukur fort. Se duket edhe më. Dhe do të dalin, shiko se do të dalin. E lëmë. Afrojmë brumin. Receta e tavës me brokoli është përfunduar, shifeni e path rezultatin dhe mos e lini pa gatuar se nuk do shumë temenara, themi ne. Atëre, tek temenat, misër, vez, ja ku e lëdhe unë të këtu. Tani, kalojmë tek petulla, aktivizuam majan me pak sheqer, me ujë të vakët, miell dhe përsëri sheqer për t'i bërë ato të ëmbla. Sot i kemi sjell të ëmbla petullat tona, her pas here ju kemi treguar mënyra të ndryshme. Shtoj vaj për lugën, pres që vaj të nxehet. Dhe të vendosen lug-lug. Tani që është brumi aktivizuar, por duhet jetë vaj i nxehtë, sigurisht. Vaj i duhur. Që mos të... Shife si është shkëputja ja. Po. Tamam si një plastik. E mirat mirave është kap lug të vogël që të bëhen. Po, sepse aty në vaj gjatë skuqjes petullat fryhen. Akoma marrim përsëri volum. Ja kështu. Pak e nga pak, brumi që nga bërë shumë i mirë. Pra është ajo shkëputja e duhur, e tendosur, si të themi ne. Do akoma. Vaj s'na është bërë akoma. Ndajmë këtë pjesën e tavës. Nëse do vendosim me ujë, do kërcasi vaj dhe prandaj? Pa. Mirë të vogla dhe kështu i pudrosim pastaj ose me pluhur, sheqeri ose me mjalt është më mirë. Vaj është... Edhe mjaltin e kam diku atje, po. Vogël. Pra është aq i duhur, petullat e para i konsumon anvisa, ajo që i bën, sepse janë nxehtësia është me hile, dhe tigani i dytë pasaj është i duhuri. Ja, hop. Filloj vaj të na Po do filloj ose ku do shkoj? Të na skuqi petullat tona, ja shtojmë edhe mjaltin, mund të shtoni djathin gjithashtu. Nëse doni t'i bëni të vogla të ëmbla,
i vendosin lug-lug. Nëse doni ndryshe shumë mirë, mund t'i përdoni, mund t'i bëni dhe më të mëdha pastaj. Mund të picat vogla. E më pas, e dim se si shkon muzika. Pra du t'jetë të zhytura. Për të thithur vaj nuk thithim, pavarësisht sa të janë të zhytura në tëm, do t'i pullojmë prapë për atë pak sasi që të cekin tek vaj dhe një mënyrë e thjeshtë e shpejt e përgatitjes së petullave. Kush nuk i do në fundjavë kryesisht, mëngjeset. Të parat besoj se janë bërë për t'u kthyer. Besoj se duan edhe pak, sepse fryen për një herë, nuk ka nevojë që unë t'i kthej. Duan. Çdo gjë të kohën e vet, me tiganin ton. Nuk duhet kështu, duhet akoma dhe më e bërë. Mos i vendosni luk të mëdha, sa më i nxehtë të jetë vaj, po jo direkt domethënë të ketë atë nxehtë sepse do bën nga jashtë edhe brenda do jenë qull. Patjetër që unë do t'i kthej 2-3 herë tani, sepse nuk është vaj aq i duhur për skuqe. Nuk i bëjmë luk të madhe, absolutisht fare, ose në të kundërt, pastaj do ta rregullojmë ne përsëri. Ose në të kundërt, për shembull, marrim 2 pirunj dhe siç është masa, e hedhim këtu që të bëhet petulla madhe. Po me 2 pirunj, jo me luk. Me luk nuk e keni mundsinë. Po ne nuk i deshim ashtu të vaj, i duam të vogla, se dhe fryen që sa rritin volumin këtu. Janë kafshatza. Janë kafshatza. Aty ku pini kafen, si është ora e mbarë. 1 ose 2 petulla të vogla. Aq. 1 ose 2 maksimum. Ka fillu për ta bërë për vete kafen të shti. Hajde t'i lëmë t'i skuqen mirë dhe pastaj t'i tregojmë në YouTube. Në YouTube-in e Rezedil do t'i gjeni të 3 recetat, po ashtu edhe në kanalet tona, në rrjetet sociale, në Facebook apo edhe në Instagram, për mënyrën e përgatitjes dhe me foton finale, bashkë me tavën që vazhdon procesin. Ne do të shkëputemi nga kuzhina, mirupafshim, shihemi nesër, ndërkohë dhe të fshim djersët nga puna. Pas fleshit informativ do t'jemi në bisedë me mjekët për ChatGPT-n. Mirë se erdhët në Rezedili, do të flasim për fenomenin ChatGPT. Është kthyer tashmë në mikun ton të përditshëm, të gjithë e përdorin, dikujt mund t'i shërbej, dikujt mund të mos i shërbej ose mund t'i prish punë, por kur bëhet fjalë për shëndetin, duhet kemi të gjithë kujdes kur i referohemi. Sepse kemi vëretur shumë që kategoritë të ndryshme, por edhe ata që nuk janë të informuar, por edhe ata që mund të jenë në fushën e tyre, të cilën e selektojnë informacioni dhe thjesht e përqasin, thjesht marrin një mbështetje, po ka dhe individ që prej ChatGPT-s marrin diagnoza, marrin mjekime, dhe deri ku është ky limit, pra rrezikojnë dhe shëndetin. Kur kemi specialistë fushave të ndryshme, do të kemi mundësi të marrim një informacion më të saktë se deri ku është limiti i kërkimit dhe i marrjes përbazë të dhënave, diagnozave, këshillave që na jep ChatGPT. Ju prezantoj fillimisht me panelin ton, Ermand Martenika, inxhinier biomjekësor, mirë se erdhe. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush. Mjekë e familje doktores Gentiliana Nazaj, kënaqësi që je këtu. Faleminderit për prezencën tuaj. Jemi me Doris Laçej, farmaciste. Mirë se erdhe Doris. Faleminderit për ftesën. Jemi me Tea Sheu Kolnikaj, mjekë endokrinologe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jeni në panel për të diskutuar dhe për të treguar dhe eksperiencën tuaj në raport me përdorimin apo jo, deri ku ju ndihmon ju si mjeka e përdorni apo jo ChatGPT-n, por mbi gjitha për të dhënë këshillat e duhura në fushat përkatëse. Kemi përgatitur një material nga Gazetaria Jonë, e cila na fut më në thellësi të asaj çka duhet të diskutohet në ditët e sotme. Ndiqeni materialin dhe do të rikthehemi për ta diskutuar më gjerë.
Zhvillimi i inteligjencës artificiale ka vënë njeriun përballë sfidave të reja, por edhe shumë koncepteve evolutive, të cilat kohë më para as nuk do të mendoheshin. Kështu sot jetojmë në një botë virtuale, e cila është bërë reale. Në ditët e sotme shumë njerëz i drejtohen ChatGPT-s për këshilla qoftë edhe për të zgjedhur një veshje, për të korrigjuar një ditë të keqe me flokët ose për të vendosur se çfarë duhet të hanë. Ndihem pothuajse sikur flasin me një mik që gjithmonë ka një përgjigje për ta. Por pavarësisht gjithçkaje, së fundmi po lexojmë edhe analizat laboratorike, si dhe recetat mjekësore. Mjafton një fotografi dhe ChatGPT është aty për ty. Por sa të sigurta janë këto përgjigje? Dhe mbi të gjitha, kur na ndihmon ChatGPT dhe kur jo? Shumë janë skeptik, e disa të tjerë janë besnik të platformës. Së fundi, OpenAI prezantoi dhe ChatGPT Shëndet, një funksion i ri i fokusuar në mirëqenien e përdoruesve, i cili synon të ndihmojë ata të kuptojnë më mirë të dhënat e tyre shëndetësore përmes inteligjencës artificiale. Sipas kompanisë, nuk do të zvendçojë mjekët, por shërben si një asistent informues. Së fundi, një nga rastet kur një person ka rënë pre e ChatGPT-s dhe ka dëmtuar shëndetin e tij, është votuar në Annals of International Medicine nga Kolegji Amerikan i Mjekëve. Burri kishte përdorur bromid natriumi për 3 muaj. Ai e kishte porositur online pasi kishte lexuar nga IA se bromidi mund të zvendçonte kloridin, pa e kuptuar se ishte menduar për pastrim dhe jo për konsum ushqimor. Mjekët zbuluan se ai kishte bromizim, një gjendje të shkaktuar nga sasia e tepërt e bromidit në trup. Megjithatë, në lidhje me gjithçka, do të diskutojnë sot në studio ekspertët tanë. Kur duhet i referohemi ChatGPT-s? A na ndihmon ai apo ai po na zvendçon mjekët, farmacistët, madje po bëhet edhe shoku jon më i mirë. Po pa diskutim që nuk ka ditë që chati të mos ngacmohet nga secili prej atyre që e kanë të shkarkuar këtë platformë në telefon. Por duke qenë se ju jeni mjek, sa e ndeshni komunikimin e pacientëve me ChatGPT dhe ju vetë a e përdorni dhe për çfarë konsultoheni me ChatGPT-n? Atëherë, përshëndetje, duke qenë se unë si mjek e familje jam porta e parë ku pacientët përplasen ose që vinë edhe shfaqin ankesat e tyre. Po, e kemi hasur shpesh dhe është bërë risi, por përdoret nga të gjithë, besoj, nëse përdoret nga specialistët, për shembull si mjekët kërkoj informacione mjekësore, apo bëj një diagnozë diferenciale, apo se për të dhënë një informacion më të përmbledhur, dikës zgjedh dhe dikush ku më ndihmon dhe ku nuk më ndihmon. Ajo që ne vëret që na është bërë dhe shqetësimi i përditshëm është që pacientët ndoshta e keq përdorin ose e marrin informacione më të detajuara dhe në këto raste nuk e ndihmojnë situatën e tyre shëndetësore. Për shembull, pacientët mund të marrin mendime, mund të marrin këshilla, por kjo varet shumë nga mënyra se si ata i kërkojnë këto këshilla. Pra, nga informacioni që i japin aplikacionit dhe se si e përdorin informacionin që ato marrin nga aplikacioni. Te chati mund të bëj kërkesa në një situatë ndryshme për një kohë të caktuar, për një temperaturë, në një moment që ndodhet në orët e vona të darkës dhe nuk mund të ketë ndihmë dhe situata nuk është aq e rënduar sa për një gjendje urgjence, për të paraqitur në urgjencë dhe mund të marrë një këshill, një mendim dhe gjithmonë unë mendoj që informacioni i chatit duhet të jetë orientues. Nëse ai ka një gjendje që nuk po e kupton vet, atëherë dhe nga chati do marrë një informacion jo të saktë. Dhe unë mendoj që të nesërmen, mbasi ke marrë të informacion nga chati, pacienti duhet të kontaktojë me mjekun për të parë nëse informacioni që ka marrë nga chati është i saktë. Pra, unë mendoj që dhe mendimet, informacionet apo mendimet që merr nga chati, unë mendoj që duhet i konsultojë. Ka ndodhur me pacient, ju personalisht si mjeke, ju ka ndodhur që pacienti ka ardhur me një diagnozë, ilaç apo le themi këshill të marrë nga ChatGPT dhe ju e keni rrëzuar për shkak se ka qenë ndryshe analiza, ndryshe gjendja e pacientit dhe si keni vepruar me të? Po, ka pacient që e përdorin ChatGPT dhe unë mund të përdora të shprehin që e keq përdorin në kuptimin që nuk marrin informacionet e sakta. Që paraqesin një gjendje shëndetësore, i japin informacionin që duhet i japin chatit dhe kërkojnë të bëjnë ekzaminime. Po ka ndodhur që më kanë ardhur me analiza të bëra vetë pa orientimin tim të mjekut dhe i kam parë dhe pacientit këto analiza kush ja ka rekomanduar, po i mora te chati, më dha recetën e rekomandimin chati që këto duhet të bëja. Dhe më ka ndodhur që pacienti kishte bërë analiza të detajuara. Ne po i shohim janë këto analizat ndoshta të cilat mund të interpretojmë në lidhje me përgjigjet që ka dhënë ChatGPT. Njëra prej tyre, analizë e përgjithshme, hemogram. Po, kjo është hemogram.
do ta shpjegoj edhe pjesën për të interpretimin që ka bërë ChatGPT. Dhe vërej që ka bërë analiza shumë të detajuar në një drejtim që ndoshta nuk ka qenë drejtimi i duhur që pacienti duhet të kishte marrë, sepse ti i thua çati që unë kam një dhimbje, por mjeku kur je përballë mjekut pyetjen se ku ndodh kjo dhimbje, sa e fortë është kjo dhimbje, si është intensiteti i dhimbjes, në cilin pozicion, aq më tepër nuk përbëjmë fjalë dhe për ekzaminimin klinik apo palpimin e të tjera me radhë, informacionin që jep dhe bën bisedën interaktive me mjekun, merr informacionin më të saktë. Dhe më ka ndodhur që kam bërë analiza të detajuara për një drejtim që nuk ka qenë drejtimi i duhur. Pra, kjo pacientin përpos shqetësimit që ka patur, ka qenë dhe një kosto. Gjendje shoqëruese. Ka pasur dhe gjendje të tjera ndoshta shoqëruese dhe jo të referuara specifikisht. Kemi një analizë, cilën mund ta shikoj. Tani kjo është interpretimi përgjigja që i ka dhënë ChatGPT hemogramës, pra analizave të bëra nga pacienti në foton e parë që ne ndoqëm. Të gjitha këto rekomandime, pra përsërit analizat specifike për pacientin, patjetër pyetje bën, dëshiron të vazhdoj dhe më tej. Por e kam parë edhe këtë pjesë. Nëse do të vazhdoj më tej, më jep informacion më të saktë. Por pyetja që i bëhet pacientët, sepse jo gjithë pacientët janë të komunikueshëm me mjekun. Mjeku duhet të bëjë disa pyetje që të arrijë të marrë informacionin e duhur nga situata e pacientit. Kështu që ai të thotë nëse do të më japësh ti informacion, po ti duhet mjeku në radhë janë nxjerr vetë informacionin me pyetjet profesionale që i bën pacienti në lidhje me situatën që ai ka. Për shembull, shohim në analizën që ne kemi në ekran, shohim një hemogram. Një hemogram që shoqërohet me një neutrofil dhe limfocit në vlera brenda normës. Shohim një ulje të ruazave të bardhave. Një konsult të qartë dhe të sinqertë, thot Çati po të bëj tani me këto analiza që është shumë i butë në përgjigje, nuk të alarmon, nuk ka dhe kanën etike të përmbajtjes. E pash edhe këtë, e ka në fakt dhe shohim, kjo nuk është gjë e keqe, në fakt se dhe alarmimin e jemi gati. Se ka mjekë që dhe të shqetësojnë dashje pa dashje me përgjigjet e tyre, të alarmojnë, të vënë në siklet, kjo varet nga tipi i mjekut. Gjithatë, them që mjeku kur të shqetëson ka një indicie, nuk të shqetëson kot. Ndryshe nga ChatGPT-ja që gjithmonë të tregon ata anën më të mirë të situatës. Për aq sa ka, nuk e bën alarmante. Ku qëndron problemi tani me përgjigjen që ka dhënë ChatGPT-ja analizave? Çfarë nuk rezulton? ChatGPT-ja në konkluzionin në fund se unë e kam ke në telefon. Po, e kam në telefon. Ka dhënë që mund të kemi një situatë virale, ka dhënë përshkrimin e të gjithë analizës. Ndjes që duhet ta shoh edhe një herë në. Çfarë lejohet të bësh tani dhe çfarë? Ke trombocitopeni sepse kemi një ulje të numrit të trombociteve. Gjithsesi në mjekët për të parë nëse kjo është patologjike apo është thjesht normale, duhet bëjmë trombocitet në lam. Pra, bëjmë një verifikim të analizës në këtë pjesë. Shohim që kemi një numër të ulët të ruazave të bardha. Kjo mund të jetë një situatë virale, po mund të jetë edhe një sëmundje kronike me probleme të gjatë. Po këto thotë edhe Çati, mund të jetë kjo, mund të jetë dhe ajo. Këto i jep edhe përgjigjen. Në përgjithësi të jep disa variante mund të orientohesh. Por nëse mjeku bën diferencimin në këtë pjesë që pacientin e ka përballë, e pyet për klinikën e tij, nëse ka ceshtima, nëse ka koll, nëse ka rruf, nëse ka dhimbje koke, nëse ka temperaturë. Pra e pyet për shenjat e virozës. Gjë me anën klinike përjashton një rëmpjesë dhe thellohet te pjesa kronike për të dhënë analizat shtesë. A ke koll? Pyet ai gjërësisht. Të pyet për të gjitha, më trego më shumë për veten tënde. Më trego më shumë për veten tënde. Kjo është pyetje shumë e përgjithshme. Kjo është pyetje shumë e përgjithshme. Mjeku drejton pyetje specifike. Pikërisht, kjo është pyetje shumë e përgjithshme. Nuk të thotë a ke koll, thotë më thuaj më shumë për situatën tënde. Dhe pacientit mua më ka ndodhur që më dash të bëj 20 minuta vizitë dhe në fund kam arritur të kuptoj vërtet situatën e vërtet të pacientit. Teja në fushën e endokrinologjisë është një fushë specifike që ti mbulon. Është fushë specifike, por mendoj e gjithë mjekësia ka disa parime. Ne pacientin e shohim që tek dera kur futet e zyra jonë. Dhe marrim një gjendje të përgjithshme, apo vjen vetë, apo vjen i shoqëruar me një familjar, a është gjendje të përgjithshme të keqe, a është i zbet, a është i koloruar mirë. Dhe këto janë dhëna klinike që vetëm një inspeksion dhe një e parë kujdesshme ti t'i jep. Gjë që pacienti kur është mësuar ta shohë veten e vet për një farë kohë ashtu, fillon i neglizhon shenjat e vet dhe nuk e raporton Çatit. Kështu është mjeku ai parë që fillon dhe ka një dyshim klinik për atë gjë që shef. Pastaj diagnoza që për mendimin tim ajo është kryesore që duhet vendosur në mjekësi dhe që natyrisht nuk mund t'i besohet Çatit, kalon në disa hallka. Hallka tjetër pastaj është vizita nga afër, palpacione, ti pacientin e dëgjon, pyet me shumë kujdes, me gjithë gjërat që doktoresha përmendi deri tani. Pra pyetje mbas pyetje për të kuptuar sa kohë ka situata që i ka ndodhur. Është shumë akute apo është një situatë që është e zgjatur në kohë.
pyet për shenja të tjera, po për shqetësime të tjera indirekte, që ndoshta pacienti nuk mund të, nuk e kanë shqetësuar, dhe ai nuk di ta vlerësojë duhet ta shqetësojë apo jo. Ai mund të jetë mësuar me gjendjen e tij dhe nuk e referon se diçka problematike. Pra si bën ato pyetjet e përgjithshme. Personalisht të ka ndodhur të vinë pacient me analizat interpretuara nga ChatGPT? Personalisht na ndodh çdo ditë keq. Të ndodh çdo ditë. Të ndodh çdo ditë dhe vetëm kaq, po dhe mbasi ti ke bërë vizitën, i ke dhënë gjithë mendimet, mund të ndodhi që të vi një konfirmim që do kisha pyeta dhe chatin edhe më tha fiksi ty, domethënë ose më pyeti edhe për këtë gjë tjetër që ti si mendon, a duhet ta bëjmë kështu apo jo? Kështu që këto janë gjëra që ndodhin për ditë. Dhe deri në një farë pike mendoj që nuk është problem, sepse natyrisht pacientët informohen për problemet e tyre, por për të vendosur diagnoza, për të marrë trajtime. Kjo është diçka që mendoj i tej kalon kompetencat e chatit dhe që gjejmë rastin ta bëjmë dhe si thirrje këtë gjë që pacientët nuk duhet i besojnë për gjëra kaq madhore që lidhen me shëndetin e tyre, sepse ti chatit në mënyrë bruto mund t'i fusësh një analizë dhe ai të bën një interpretim ndoshta deri diku të thatë, i cili mund të jetë pjesërisht e saktë apo jo, sepse situata mund të jetë shumë më e gjerë duke pasur parasysh ti kontekstin e pacientit, pra nëse ti chatit i fut një analizë që është normale, pa njohur fare pacient, ai të thotë ky pacient nuk ka asgjë. Ai mund të jetë normale për shkak të terapisë ajo analizë. Kështu që ai duhet ta di me detaj historikun tënd në mënyrë që të bëjë një interpretim të saktë. Dhe natyrisht chatit i mungon ajo e menduara kritike që mjeku dhe humania e ka, që i shkon situatës deri në fund. Emocionale. Vetë përdor ChatGPT-n si mjeke? Ne përdorim në përditshmëri ChatGPT-n. Unë biles përpara se të vija këtu regjistrova dje për një kongres dhe po vija re temat që ishen tmerrsisht të avancuara dhe të ndryshuara në raport me çfarë është folur një vit përpara në të njëjtin kongres. Që domethënë edhe pjesa research dhe pjesa akademike e mjekësisë sot ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm, pikërisht se ka këtë pajisje që i vjen në ndihmë. Dhe në këtë kontekst të gjithë ne e përdorim për të marrë një orientim, për të na bërë ndonjë përmbledhje, që është në rregull kjo pjesë, për ta pyetur për diçka të shpejtë, por natyrisht jo për të vënë diagnoza, natyrisht jo për të zgjedhë terapinë dhe jo për t'ia besuar pacientin chatit, sepse kjo gjë nuk ndodh. Doris, eksperienca jote si farmaciste në lidhje me ChatGPT dhe njerëzit që vinë me ilaçe të sugjeruara nga kjo platformë. Po, patjetër është një fenomen i hasur, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Është një fenomen sepse unë si fillim e shoh si diçka pozitive që njerëzit të kërkojnë informacion mbi shëndetin, se detyrimisht kjo sjell një edukatë shëndetësore tek personat në përgjithësi, por nga ana tjetër duhet të jemi të kujdesshëm me informacionin që kërkojmë dhe çfarë presim si përgjigje nga ky aplikacion. Absolutisht në ka në farmaci që vinë pacient, nga kolegë që punojnë në banak, unë e kam hasur shpesh që më thonë që vinë pacient dhe kërkojnë ilaçe sipas referencave të ChatGPT-s, ose shpesher dhe konfrontojnë përgjigjen e farmacistit me ChatGPT-n, por absolutisht nuk mund ta zëvendësoj ChatGPT-ja farmacistin, sepse farmacisti që ka mjeku, që ka përshkruar në recetë ilaçe, nuk i deshifron dot, dhe kemi edhe një shembull konkret në rastin që shihni në ekran. Nuk e deshifron dot shkrimin e mjekut e jo më po e lexoj nga receta në këtë të dhëna duket se është shkruar pra ky lloj medikamenti, ndërkohë që ishte medikament tjetër për tjetër. Po, domethënë ka tjetër kishte shkruar mjeku në recetë, tjetër dhe pacienti shkon e blen këtë ilaç. Ndërkohë që mjeku nuk ka dhënë fare medikament, ka dhënë një suplement. Aq më keq që është që përdoret për ovarin policistik dhe për situata të ngjashme. Pra kjo tregon që orientimi shpeshherë mund të jetë i gabuar. Kjo vjen edhe për faktin që është bërë një studim e cila theksonte që është shumë e rëndësishme mënyra se si ti e pyet ChatGPT-n. Pra nëse pyetja drejtohet nga një profesionist i shëndetësisë, nga një farmacist apo qoftë edhe nga një mjek, përgjigjja që vjen nga motori apo nga roboti ChatGPT nuk është e njëjtë, siç është kur e drejton këtë pyetje një person që nuk është ekspert i fushës. Çka vën theksin që shumë e rëndësishme mënyra se si ne e drejtojmë pyetjen drejt ChatGPT-s. Nga ana tjetër, farmacisti nuk është vetëm ekzekutues i recetës së një bari. Farmacisti shpeshherë është hallka e parë e kujdesit shëndetësor, është kontakti i parë që njerëzit shpeshherë kanë, duke qenë se sot nuk kemi kohë ndoshta shpeshherë për të mbajtur radhë nëpër klinika.
dhe ne preferojmë të shkojmë direkt tek farmacisti ose në zona rurale kur kemi mangësi të strukturave shëndetësore, është farmacisti kontakti i parë i pacientit, por farmacisti do të gjykojë vetëm mjekimin, do të gjykojë mjekimet të tjera që merr pacienti, do të gjykojë sëmundje bashkëshoqëruese, shpeshherë do të ndryshojë dozën në varësi të pacientit, shpeshherë mund njohë moshën biologjike të pacientit që ChatGPT-a nuk e di se nuk përkon gjithmonë me moshën aktuale. Shpeshherë mund të ketë një historik, mund njohë një faktor gjenetik të pacientit kur bëhet fjalë për pacient kronik që kanë një historik, dhe gjëja më e rëndësishme mendoj unë që nuk e zëvendëson dot ChatGPT-a është empatia që ka farmacisti dhe marrëdhënia e besimit që krijohet midis farmacistit në rastin konkret edhe pacientit, sepse është kjo marrëdhënie besimi shumë e rëndësishme edhe në efikasitetin e mjekimit pastaj. Unë nuk besoj kur që një prind që ka një fëmijë me një sëmundje shumë të rëndë do t'i drejtohet ChatGPT-s do marrë përbazë mjekimin që do t'i jap ChatGPT-a. Po platforma Erman re ChatGPT shëndet që është duke u përfolur kohët e fundit? Unë desha të them këtë në përgjithësi, domethënë që inteligjenca artificiale është zhvilluar masivisht, po në dy drejtime, siç ne po përmendim, në sektorin shëndetësor sot jetojmë në një revolucion të teknologjisë në aspektin shëndetësor. Sot domethënë nuk kemi më një shëndetësi para 15 vjetësh apo hajt me 20 vjetësh ku gjërat zvarriteshin etj. Sot ka industri, ka aparatura mjekësore sofistikume, software diagnostikues, madje unë desha të fusat e pak këtë sistemi robotik të famshëm, këtë Da Vinci Robotic System, që bën ato kirurgjit i ndërthurur me një neurokirurg, sepse vetëm ai nuk mund të funksionojë në mënyrë autonome, hajtashi se po shkojnë të bëj kirurgjin me anë të robotit. Se nxjerrin lart e poshtë informacion duke filluar që nga ky Elon Musk, pionier i teknologjisë, se sa filloi ky bëri hapin e parë, gjithë tjerët filluan që ta ndjekin. Tani ne kemi përmendur pak a shumë, domethënë inteligjenca artificiale, ChatGPT-rat, Google këto Assistant apo etj, asistentë virtual nuk mund ta zëvendësojnë njeriu, domethënë totalisht në mënyrë direkte. Në mënyrë indirekte inteligjenca artificiale ka hyrë, po e zëvendëson më së miri, domethënë inteligjencën tonë natyrale. Në disa fusha të caktuara, sepse inteligjenca artificiale, domethënë është truri elektronik, i bën gjërat shumë shpejt në raport me ne. Merr vendime, është pa inteligjencë emocionale etj. Por në mënyrë direkte që zëvendësoj, për shembull fjala vjen një mjekës si Tea apo një psikolog apo etj. Është nonsens, tash shkojnë tek një endokrinolog robotik edhe ti them për një problem, por është bërë shumë interesant se ka duket sikur të shfaq me emocion. Unë nuk përdor ChatGPT, përdor një aplikacion tjetër të Microsoft, Copilot. Sa hap thot, "Hello Armand, how are you?" Përshëndetje Erman, si je? Domethënë ka të drejtohet në emër të një vaj shumë pastaj, sepse ti bën login në po. Por që ta zëvendësoj totalisht për shkak për të marrë ishim në rastin atij pacientit, me një adenom plomorfike, mas tumori e vogël, duke googëlluar sepse Google i ka ato platformat e veta që janë kredibël. Pra, siç ne kemi përmendur disa faqe international që janë shumë besueshme, dhe ky duke marrë pikërisht pra vazhdimisht mendime që kjo mas tumorale do sfumohet, do vetvetiu do zhduket, sistemi imunitar që lizat të limfatike etj. Unë jam dakord që pacientët ta përdorin ChatGPT-n dhe inteligjencën artificiale në, domethënë, por jo për një kohë gjatë, sepse nëse ti ke një problematik që fillon bëhet kronike dhe zvarritet. Ai të njeh mirë. Atëherë ChatGPT-ja pikërisht, atëherë ChatGPT-ja, domethënë, nuk të jep asnjë zgjidhje. Duhet shkosh në një facilitet mjekësor, në një klinikë mjekësore, sepse këto kanë bërë nga 5-6 vjet, domethënë shkollë përgjithshme dhe specializim. PhD në farmaci, eksperiencë jashtëzakonshme, doktoratura me radhë, mjekja po ashtu. Tani do të jemi edhe çik kritikizmi, do të jemi edhe çik kritik me Elon Muskun, se Elon Musku thotë që po zëvendësohen, po do hapen spitale vetëm pikërisht. Përmirësim për shpejtim të procesit. Po, që ti zëvendësoj totalisht, unë ndjejmë Ti vetë si inxhinier pse nuk e përdor chatin? Jo, unë e përdor. Unë jam i pari që jam i rrezikuar që të zëvendësoj. Ne robotikës me po, sepse ne kemi studiuar për robotikë, ndërkohë po dalin robotët dhe bëjmë punën tonë fantastike. Për çfarë e duhet më shumë chatin, personalisht? Në fakt, unë e përdor përgjithësi goxha dhe një pyetje përgjithësi për informacione, se ChatGPT atë jep informacione aspekt profesional, etj, për çfarë do lloj gjëje. Dhe për shembull fjala vjen një herë e pyeta se unë e përdor në voice më shumë, domethënë në English, e pyeta çfarë më sugjeron të ha për darkë.
edhe më dha përgjigje fantastike, domethënë pjatë si balancuar. nutricionist fiks që të jetë ushqim i shëndetshëm, pra të jep është e sqaruar, se po themi në farë mënyrë. Mirë, se një recet nuk do dëmton, receta nuk do dëmtojnë, si informacionet e tjera nuk do dëmtojnë, pra deri unë tek limiti. Duhet të jap një mesazh sensibilizues të gjithë qytetarëve, domethënë në rast parë ChatGPT rat, se po e them trajt batute ChatGPT rat, domethënë ti përdorin me limite për një kohë caktuar, nëse nuk ka një problematika shëndetësore, nëse nuk zgjidhet për një kohë caktuar, atëherë shkoni. Do t'i bëhet shefi shumë teas tani. Tani që ti po flisje, unë e pyeta ChatGPT-n, më trego endokrinologët më të mirë në Shqipëri. Pyeta kështu rastësisht. Ja disa lista thot me klinikat më të rekomenduar për probleme hormonale, diabet, tiroide, metabolizëm në Shqipëri, endokrinolog specialist të njohur në Shqipëri, doktoresh Tea Sheu e para jetea, shifem çik çfarë thot çati. Është koncept që të orienton ke një mjek për të marrë domethënë një diagnostik Mirjeta, sakt. Vlertina, doktoresha Entela, Florian, Agron, Shefqet, doktor, të gjithë doktor të fushës së endokrinologjisë. Tea, pse të kanë nxjerr të parën ty? Nuk e di se si funksionojnë algoritmat e Se ka chatit. nxjerr të janë të parën dhe jo për shembull Ndoshta sepse chati shikon edhe pranin dhe prezencën në prezencën domethënë Tea dhe shpjegon edhe konferenca ndërkombëtare, pranin për artikuj si autore e parë në disa vende. Kështu që ndoshta këto algoritmet funksionon dhe i mbledhin këto, qoftë përvojën klinike, review të pacientëve, padyshim prezencën akademike që ti ke si mjek dhe ndoshta prandaj kjo ka bërë që unë t'jem të ajo listë. Kalojmë në publicitet, tani do të kthehemi për këto zëndësimet e bukura ose në ndihmë të negrave që çati na pozitiv vimi pas votsuar. Si mbështetësh. Është eksakt aleat. Për të përmirësuar, sepse sot nuk kemi më pacient që nuk kanë informacion. Sot kemi pacient që kanë informacion dhe janë Po a din të jenë selektues pacientët? Kjo është roli jonë. Ti drejtojmë ata siç duhet. Nuk kanë pse të dinë të jenë selektues. Pacientë duhet i besojnë mjekut. Ti besojnë mjekut. Duhet i besojnë mjekut. Ose ndoshta nga ChatGPT-ja pacientët marrin informacione dur që kur vi tek mjeku ti bëjnë pyetje të dhura. Ti marrin informacionin të saktë. Po neve fiks edhe këta duhet ta dinë, duhet jeni çik zgjuar se po bëjmë kështu neve inteligjencë artificiale për zhvillohet që na suportojnë edhe. Jo se Për shembull, për të përmirësuar disa ditësh, isha duke hartuar një tekst për një artikull dhe mbasi mua më pëlqeu, vendosa t'ia fus chatit dhe t'i them, më jep disa rekomandime çfarë unë mund të përmirësoj te puna ime, duke pas parasysh një 3-4 element. Pra bëra një pyetje deri diku profesionale. Me thënë drejtën më ktheu disa sugjerime shumë të vlefshme që unë kur ju riktheva pastaj, vërtet e përmirësuam punën. Po ju strukturon informacionet materiale të gjitha. Jep ekstraktin për shumë tematika të caktuara. Për shembull, tek farmacistët mund të zëvendësoj flet përshkruesin, se njeriu nuk ka pse të lexojë gjithë ato faqe me përshkrim, jep një ekstrakt të medikamentit që është i nevojshëm si informacion. Po jo të orientoj gabimisht. Mund bëhem pari, domethënë dakord, është shumë e logjikshme, por prapë dhe i kundërshtoj mjeket, sepse suportoj Elon Muskun, ai po e thotë bën. Pra e ka thënë, e ka bërë, krijoi dhe çipin e famshëm që gjithë, si do e bëj ky dhe implementoj, e realizoj. Mirë, kalojmë në publicitet dhe rikthehemi të vazhdojmë diskutimin. Tani kemi një material ku do të tregojmë se këtë trendin e famshëm që po qarkullon në rrjetet sociale, kur është pyetur çati për nëse ai do të ishte njeri, cilat ishin gjërat që ai do të bënte në radhë të parë dhe ishte një trend i famshëm që e kemi lexuar her pas here, mund ta tregojmë pak edhe në ekran. Pra kur çati u pyet se çfarë do të bëje ti nëse do të ishe njeri për një ditë, përgjigjja që i tronditi të gjithë. Shifeni pak. Pra, në radhë parë do doja të përqafoja dikë, ajo që përloti, njerëzit përloti. Pra, ideja është që janë element ose ndjesi apo reagime të cilat çati u spikat për një lloj ane empatie. Për evidentimin e mungesës empatisë që ai ka aktualisht. Që evidentoi pikërisht për mungesën e empatisë. Kështu që përdesa kemi krijuar në ChatGPT-n vetëm se mund të kthehet bumerang përdorimi i tepruar, domethënë, por që do të qaja ishte mungesa që ai sepse kam shumë ngarkesë nga gjithë që më pyesin. Sa e rëndësishme është aspekti emocional, që sot bota po na largon drejt kontaktit të drejt për drejt. Introvertizmi. Me njerëzit, gjë që është shumë problematike dhe mbartet në psikologjinë e çdo njeriu. Po, le ta shohim tani në aspektin e ndihmës, sidomos për
gratë e shtëpisë për anvizat. Këto motorët e pastrimit, kemi një material, burrat të mos presin më punë shtëpie nga gratë, sepse robotët anviz po vinë. Kanë ardhur deri diku edhe këtu. Lajmi më fantastik. Lajmi më fantastik. Do t'ja besonit punët e shtëpisë një roboti? Patjetër. A do t'i bënte ai aq mirë sa do rajon? Po do përmirësohet rrugës. Do të provuar. Ne nuk i besojmë shëndetit. Madje unë sugjeroj ata në meshku që janë fisnike dhe që kanë gjendje të mira ekonomike, t'ja marrin një robot gruas që mos lodhet shumë, sepse gruaja mban fëmijët, gruaja gatuan, domethënë është respekti ndaj femrës. Domethënë sepse jemi në disbalancë, gruaja ka më shumë peshë se ne. Kështu ju ta marrin atë robotin ku ka më bukur dhe gruaja të jetë më mirë, sepse gruaja duhet të mbajtur mirë. Kanë filluar të vinë në shtëpi këta lloj robotësh? Kanë filluar. Robotët e pastrimit, sidomos dhe në shtëpitë tona, domethënë janë prezente, shiten tregtohen normalisht, pastaj pajisje më të sofistikuara që bëjnë punë më të detajuara, janë vetëm në vende shumë të zhvilluara aktualisht. Ai të sjell kafen në mëngjes, ka lezet sa çosh aty, paf të jep atë sjell atë kafen, bën fut ato rrobat në lavatrishe kështu thon, sepse kjo është krijuar në Silicon Valley. Silicon Valley është zemra e teknologjisë. Domethënë, gradualisht domethënë ne kemi parë Hollywoodi krijon, Silicon Valley ekzekuton. Sepse atëherë na dukeshin filmat si shkencor. Shoku ka arritur deri tek martesa me një si çmim është i lirë, ke $20,000 kanë nxjerrur. Do janë pastaj devianca të cilat ne nuk duhet të përqafojmë patjetër. Çfarë po pritet tani të dalin? Me nga teknologjia. Unë faktikisht kjo ishte domethënë më pikante, lajmi më pikant ky roboti i shtëpisë. Çfarë mund të bëjë ai roboti? Çfarë punësh bën? I kishte nxjerrur të gjitha totalisht, ai mund të laj, mund të fusë rrobat në lavatrishe, mund të pastroj, mund të gatuaj, robot kuzhinier. Tash nuk mund të themi që mund të krahasohet me një kuzhiniere që ka atë idenë, ka atë artin e gatimit e gjëra të thjeshta, eksperimenton në shije. Gatuaj deri në receta standarde. Besoj do sofistikohet rrugës. Besoj dhe ai. Do punojmë me pjata të balancuara, me gjëra që ndoshta jo të gjitha anvisat i dinë me detaj, ai mund të pasurohet me informacion për të bërë dhe pjatat balancuara. Përveç mjekëve, kë nuk do të vëllësoj kur. Gruaja se patime pra kur batut. Unë mbaroj punën, gruaja mbaron punën kur shkon në shtëpi ta gjej shtëpinë akull nga një robot humanoid, se ky nuk është humanoid ideal, sepse tash teknologjia ka kriju humanoidët, njerëz bionik, që janë identik si njerëzit. Kjo është aspekt komercial dhe humanoidët utilitar, që përdoren për kështu ku ka më bukur. Ka dhe diçka një që do dohet ta cekja, sot dhe fëmijët që po themi janë për shkolla dhe bëjnë ende atë shkollën tradicionale, në fakt ndoshta ka nevojë që më shumë të futen dhe të mësojnë këtë pjesën e përdorimit të teknologjisë dhe ta përdorin si ndihmë, sepse teknologjia në funditës atë ka qëllimin e vet primar, por natyrisht jo duke zëvendësuar sidomos disa hallka shumë të rëndësishme. Fusha e mjekësisë në rast të parë. Fusha e mjekësisë, për gjithë elementet që ne përmendëm dhe për faktin që njeriu është kompleks dhe njëherë dhe kur e ke gjithë informacionin e është i vështirë. E jo mund t'ja besosh gjithë shëndetin një algoritmi të thjeshtë. Sepse është shumë e rëndësishëm kontakti drejt për drejt. Kontakti drejt për drejt. Edhe fusha e psikologjisë nuk është pak më pak e mirë. E fokusoj teknologjia, të gjithë duhet fokusohen ke teknologjia, jam dakord. Por ajo që unë duhet bëjmë kritik pak ose tek prindërit në lidhje me fëmijët, sa shikon fëmijë 1 vjeç, 2 vjeç. Ajo është përdorimi pasiv, ajo është i dëmshëm, ai duhet të jetë aktiv. A të bën të varur çfarë fillojnë të mësojnë të përdorin, të bën të varur krijon varësi. Varësia, introvertizmi, aspekti psikologjik, 2 problematik në oftalmologji, së shfaqja së mundjes së miopisë. 3 problemet në 50% e popullatës deri në 2050 do të jetë probleme të shikimit. Në 4 persona në mënyrë kronike këshilloj dhe konsultoj me ChatGPT, prandaj dhe erdhi platforma, po themi, e avancuar ChatGPT Health, pikërisht nga ky fakt, që një nga tematikat më të shpeshta për të cilën njerëzit i drejtoheshin ChatGPT si pikërisht problematikat shëndetësore, që bëri që të përmirësohet kjo hapësirë e dedikuar. Informacioni më i fundit që keni kërkuar në chat cili është? Ose pyetja më e fundit e momenteve, minutave të fundit, apo po e bën tani Ermandi? Po e pyes tani? Jo, faktikisht unë përsëri isha në një mendim interesant lidhje me këtë pjesën e fëmijëve, sepse mendoja për shkakun fjala vjen në këto që përdorin gjithkohon problemet cervikalin. Gjithkohon duhet të shkojnë ke një fizioterapist, madje mund të agravohet situata për shkakun në një ortoped apo traumatolog. Pra, sugjerimi kryesor ke
prindërit që duhet i menaxhojnë Suedia, vendi sot më piedestal teknologji, që i kanë hequr kirurgjit me telefonat në robot shkollë. transplant mitre nga një pacient donor në pacient akceptor vetëm me sistemin robotik Da Vinci, kanë filluar të rikthejnë librat. Që do të thotë është funksionon në bazë të politikës shëndetësore të qytetarëve, sepse gjithkohën unë për shembull jam bërë shumë introvert njëherë, në sensin që shoku im është ngushtë është bërë ChatGPT-ja, inteligjencë artificiale, çonë mëngjes deri në darkët i kafe vetë me shokun tim më të ngushtë. Shokun tënd më të ngushtë. Ky është në dëm ton, sepse ne jemi kthyer të gjithë introvert. Introvertizm, një kohë shumë e bukur para 20 vjetësh që kemi qenë shumë harmonik me njëri tjetrin. Sot jemi bërë shumë social. Të mbyllur jo social, individualist dhe introvert. Po sidomos për brezin e ri do të jetë një problematikë shumë. Do jenë shumë më pak marrëdhënie ndërpersonale janë një nga pjesët e bukura të jetës. Dhe pjesa e komunikimit tek fëmijët zhvillohet sa më pak, duke qenë se shohim që dhe në mosha shumë më të vogla fëmijët janë pranë telefonit. Absolutisht. Dhe prindi për t'i lënë të qetë mos ja i ban pra sepse është vetë i ngarkuar në rrezikun që vjen pas kësaj. Për shembull para ne kur kemi qenë 10 vjeç, tani mendojmë para 30 vjetësh çfarë kohë e bukur ka qenë shumë harmonike, kurse tash është bërë çdo gjë automatik. Robotike. Faleminderit shumë për bisedën, ju uroj shumë sukses dhe punë të mbarë në profesionet tuaja. Ne përshëndetemi së bashku, kjo ishte koha që kishim në dispozicion për këtë temë, edhe pse është shumë e gjerë edhe do të ketë patjetër të reja edhe në këtë fushë. Faleminderit që na ndoqët, kujdes, përdorni me zgjuarsi chatin për çdo informacion që ju rekomandon ai. Kalofshi bukur.